Data 15 korrik, Jozueut, kapitulli 22. Pastaj Jozueu thirri Rubenitët, Gaditët dhe gjysmën e fisit të Manasit, dhe u tha atyre: Ju keni zbatuar të gjitha ato që Mojsiu, shërbëtori i Zotit, ju kishte urdhëruar dhe jeni bindur zërit tim lidhur me ato që ju kam porositur. Ju nuk keni braktisur vëllezërit tuaj gjatë kësaj kohe të gjatë deri më sot dhe keni zbatuar urdhrat që Zoti, Perëndia juaj, ju ka porositur. Dhe tani që Zoti, Perëndia juaj, i ka lënë të pushojnë vëllezërit tuaj ashtu siç u kishte premtuar, kthehuni dhe shkoni në çadrat tuaja në vendin që ju përket dhe që Mojsiu, shërbëtori i Zotit, ju ka caktuar matan Jordanit. Vetëm kini kujdes të zbatoni urdhërimet dhe ligjin që Mojsiu, shërbëtori i Zotit, ju ka dhënë, duke e dashur Zotin, Perëndin tuaj, duke ecur në të gjitha rrugët e tij, duke zbatuar të gjitha urdhërimet e tij, duke qëndruar sa më afër tij dhe duke i shërbyer me gjithë zemër dhe me gjithë shpirt. Pastaj Jozueu i bekoi dhe u dha urdhër të largohen dhe ata u kthyen në çadrat e tyre. Mojsiu i kishte dhënë gjysmës së fisit të Manasit një trashëgimi në Bashan, kurse Jozueu i dha gjysmës tjetër një trashëgimi midis vëllezërve të tyre nga kjo anë e Jordanit në perëndim. Kështu kur Jozueu i ktheu në çadrat e tyre, i bekoi dhe u foli atyre duke thënë: Ju po ktheheni në çadrat tuaja me pasuri të mëdha, me një numër të madh bagtish, me argjend, me flori, me bronz, me hekur e një numër të madh rrobash. Ndani me vëllezërit plaçkën e armiqve tuaj. Kështu bijtë e Rubenit, bijtë e Gadit dhe gjysma e fisit të Manasit u kthyen, duke i lënë bijtë e Izraelit në Shilon, në vendin e Kanaanit, për të shkuar në vendin e Galaadit, pronë e tyre, dhe që e kishin marrë sipas urdhrit të dhënë nga Zoti me anë të Mojsiut. Pasi arritën në brigjet e Jordanit që ndodhet në vendin e Kanaanit, bijtë e Rubenit, bijtë e Gadit dhe gjysma e fisit të Manasit ndërtuan një altar pranë Jordanit, një altar me pamje të madhërishme. Bijtë e Izraelit dëgjuan se thuhej: Ja bijtë e Rubenit, bijtë e Gadit dhe gjysma e fisit të Manasit kanë ndërtuar një altar në kufit e vendit të Kanaanit, në brigjet e Jordanit, në anën e pushtuar nga bijtë e Izraelit. Kur bijtë e Izraelit e mësuan këtë gjë, tërë asambleja e bijve të Izraelit u mblodh në Shiloh për të bërë luftë kundër tyre. Atëherë bijtë e Izraelit u dërguan bijve të Rubenit, bijve të Gadit dhe gjysmës së fisit të Manasit në vendin e Galaadit, Fineasin, birin e priftit Eleazar, dhe bashkë me të 10 princa, një princ për çdo shtëpi atërore të fiseve të ndryshme të Izraelit. Secili prej tyre ishte kreu i një shtëpie atërore midis ndarjeve të Izraelit. Ata shkuan te bijtë e Rubenit, te bijtë e Gadit dhe te gjysma e fisit Manasit në vendin e Galaadit dhe folin me ta duke thënë: Kështu thot tërë asambleja e Zotit: Ç'është kjo shkelje që keni kryer kundër Perëndisë së Izraelit, duke mos e ndjekur më sot Zotin, duke ndërtuar një altar për të ngritur krye sot kundër Zotit? Mos qevall gjë e vogël pa udhësia e Peorit, nga e cila nuk jemi larë ende deri më sot, dhe që solli një fatkeqësi mbi asamblenë e Zotit, që ju shtyn sot të mos e ndiqni Zotin? Sepse po të jetë se sot ngrini krye kundër Zotit, nesër ai do të zemërohet kundër tërë asamblesë së Izraelit. Në qoftë se e konsideroni të papastër vendin që zotroni, mund të kaloni në vendin që është pronë e Zotit, ku ndodhet tabernakulli i Zotit, dhe të banoni midis nesh. Por mos ngrini krye kundër Zotit dhe kundër nesh, duke ndërtuar një altar përveç atij të Zotit Perëndis ton. Kur Akani biri Zeraut kreu një shkelje në gjërat e caktuara të shfarosen, a nuk tërhoqi vallë zemërimin e Zotit mbi gjithë asamblenë e Izraelit, dhe ai njeri nuk qej vetmi që gjeti vdekjen në paudhësinë e tij. Atëherë bijtë e Rubenit, bijtë e Gadit dhe gjysma e fisit të Manasit u përgjigjen dhe u thanë krerëve të ndarjeve të Izraelit: Zoti Perëndia i perëndive, Zoti Perëndia i perëndive, ai e di, bile edhe Izraeli do ta mësoj. Në qoftë se e bën për rebelim ose për mos besnikëri ndaj Zotit, mos na kurseni në këtë ditë. Në rast se kemi ndërtuar një altar për të mos e ndjekur më Zotin, ose për të ofruar mbi të holokausta apo blatime ushqimore, ose për të bërë mbi të flijime falënderimi, le të na kërkojë llogari vetë Zoti. Por në të vërtetë, ne e bëm këtë me frikë, për një arsye, duke menduar që në të ardhmen pasardhësit tuaj mund të thoshin pasardhësve tan: Çfarë ju lidh me Zotin, Perëndinë e Izraelit? Zoti ja ka vënë Jordanin si kufi midis jush dhe nesh, o bijtë e Rubenit, o bijtë e Gadit. Ju nuk keni asnjë pjesë te Zoti. Kështu pasardhësit tuaj mund t'i largojnë pasardhësit tan nga frika e Zotit. Prandaj tham, le të ndërtojmë një altar jo për holokauste, as për flijime.
por që të shërbej si dëshmi midis jush dhe nesh dhe midis pasarzëve tanë pas nesh, në mënyrë që të mund të kryejmë shërbimin e Zotit përpara Tij me holokaustet tona, flijimet tona dhe ofertet tona të falënderimit, me qëllim që pasarzit tuaj të mos u thonë një ditë pasarzëve tanë, ju nuk keni asnjë pjesë tek Zoti. Prandaj tham, në rast se ndodh që një ditë të na thonë këtë neve ose pasarzëve tanë, atëherë do t'i përgjigjemi. Shikoni formën e altarit të Zotit që ndërtuan etrit tanë, jo për holokauste, as për flijime, por që të shërbej si dëshmitar midis nesh dhe jush. Nuk na ka shkuar mendja të ngrem krye kundër Zotit dhe as të heqim dorë nga bindja ndaj Zotit, duke ndërtuar një altar për holokaustet, për blatimet e ushqimit ose për flijimet, përveç altarit të Zotit, Perëndis ton, që ndodhet përpara tabernakullit të Tij. Kur prifti Fineas dhe princat e asambles, krerët e ndarjeve të Izraelit që ishin me të, dëgjuan fjalët që than bijtë e Rubenit, bijtë e Gadit dhe bijtë e Manasit, mbeten të kënaqur. Atëherë Fineasi, biri i priftit Eleazar, u tha bijve të Rubenit, të Gadit dhe të Manasit: Sot pranojmë që Zoti është midis nesh, sepse ju nuk keni kryer këtë shkelje ndaj Zotit, kështu i keni shpëtuar bijtë e Izraelit nga dora e Zotit. Pastaj Fineasi, biri i priftit Eleazar dhe princat, i lanë bijtë e Rubenit dhe të Gadit në vendin e Galaadit dhe u kthyen në vendin e Kanaanit, pranë bijve të Izraelit, të cilëve u treguan ngjarjen. Kjo gjë u pëlqeu bijve të Izraelit dhe bijtë e Izraelit bekuan Perëndin dhe nuk folën më të shkojnë për të luftuar kundër bijve të Rubenit dhe të Gadit dhe të shkatronin vendin në të cilin ata banonin. Dhe bijtë e Rubenit dhe të Gadit ai quajtën dëshmitar këtë altar, sepse thanë: Ai është dëshmitar midis nesh që Zoti është Perëndia. Veprat e Apostujve, kapitulli 2. Kur erdhi dita e Rrëshajve, ata ishin të gjithë bashk në një mendje të vetme në të njëjtin vend. Dhe befas nga qielli u bë një ushtim, si ajo një ere që fryn furishëm dhe e mbushi gjithë shtëpinë ku ata po rrinin. Dhe atyre ju duken gjuhë si prej zjarri, të cilat ndaheshin dhe zinin vend mbi secilin prej tyre. Kështu të gjithë u mbushën me frymën e shenjtë dhe filluan të flasin në gjuhë të tjera, ashtu si fryma e shenjtë u jepte atyre të shpreheshin. Por në Jeruzalem banonin disa judenj, njerëz të devotshëm nga të gjitha komet nën qiell. Kur u bë ajo ushëtim, turma u mblodh dhe u hetua, sepse secili nga ata i dëgjonte të flisnin në gjuhën e vet. Dhe të gjithë habiteshin dhe mrekulloheshin dhe i thoshin njëri tjetrit: Ja, a nuk janë të gjithë Galileas këta që flasin? Dhe si vallë secili nga ne i dëgjon të flas në gjuhën e vet amtare? Në Partët, Medët, Elamitët dhe banorët e Mesopotamis, të Judes dhe të Kapadokis, të Pontit dhe të Azis, të Frigjis e të Pamiflis, të Egjiptit e të pjesëve të Libis, pranë Kirenës dhe të ardhurit nga Roma, Judej dhe prozelit, Kretas dhe Arab, i dëgjojmë të flasin për gjërat e mëdha të Perëndis në gjuhët tona. Dhe të gjithë habiteshin dhe ishin hutuar dhe i thoshin njëri tjetrit: Ç'do thot kjo? Kurse të tjerë, duke përqeshur, thoshin: Janë plot me verë të ëmbël. Por Pietri u qua në këmbë, bashkë me të 11-tët, e ngriti zërin e tij dhe u foli atyre: O burra judenj, dhe të gjithë sa banonin në Jeruzalem, merrni njoftim për këtë dhe u vini veshin fjalëve të mia. Këta nuk janë të dehur, siç po mendoni ju, sepse është vetëm ora e 3 e ditës. Por kjo është ajo që ishte thënë nëpërmjet profetit Joel. Dhe në ditët e fundit do të ndodhë, thot Perëndia, që unë do të përhap nga fryma ime mbi çdo mish, dhe bijtë tuaj e bijat tuaja do të profetizojnë, të rinj do të shohin vegime dhe të moshuarit tuaj do të shohin ëndra. Në ato ditë do të përhap nga fryma ime mbi shërbëtorët e mi dhe mbi shërbëtorët e mia dhe do të profetizojnë. Dhe do të bëjmë mrekulli lart në qiell dhe shenja poshtë mbi tokë, gjak, zjarr e avull tymi. Dielli do të kthehet në errësirë dhe hëna në gjak, para se të vijë dita e madhe dhe e shquar e Zotit. Dhe do të ndodhë që kushdo që të therras emrin e Zotit do të shpëtohet. Burra Izraelit, dëgjoni këtë fjalë. Jezusi Nazarenas, njeriu i dëftuar nga Perëndia ndër ju me vepra të fuqishme dhe mrekulli, dhe shenja që Perëndia bëri ndër ju me anë të tij, siç e dini edhe vet, ai pra, sipas këshillit të caktuar dhe të paranjohur të Perëndis, ju dorëzua juve
dhe ju e zut dhe me duart të padrejtëve e gozhduat në kryq dhe e vrat. Por Perëndia e ka ringjallur, pasi e zgjidhi nga ankthët e vdekjes, sepse nuk ishte e mundur që ai të mbahej nga vdekja. Në fakt Davidi thot për të e pata vazhdimisht Zotin para meje, sepse ai është në të djathën time dhe që unë të mos lëkundem. Prandaj u gëzua zemra ime dhe nga zëlleu gjuha ime dhe mishi im do të prehet në shpresë. Sepse ti nuk do ta lësh shpirtin tim në Hades dhe nuk do të lejosh që i shenjti yt të shoh kalbjen. Më të fteve udhët e jetës, ti do të më mbushësh me gëzim, me praninë tënde. Burra vëllezër, lejohem t'ju them haptas për Davidin patriark që ai vdiq dhe u varros. Dhe varri i tij është ndër ne deri ditët e sotme. Ai pra duke qenë profet e dinte se Perëndia i kishte premtuar me betim se nga fryti i belit të tij, sipas mishit, do të ngjallet Krishti për të ulur mbi fronin e tij. Dhe duke parashikuar këtë, foli për ringjalljen e Krishtit, duke thënë se shpirti i tij nuk do të lihej në Hades, edhe mishi i tij nuk do të shikte kalbje. Këtë Jezus, Perëndia e ka ringjallur, por këtë të gjithë ne jemi dëshmitar. Ai pra duke qenë ngjitur në të djathën e Perëndisë dhe duke marrë nga ati premtimin e frymës së shenjtë, derdhi atë që ju tani shihni dhe dëgjoni. Sepse Davidi nuk është ngritur në qiell, madje ai vetë thot, Zoti i ka thënë Zotit tim, ulu në të djathën time, derisa unë t'i vër miqtë tu stol të këmbëve të tua. Ta di pra me siguri, gjithë shtëpia e Izraelit, sa atë Jezus që ju e keni kryqëzuar, Perëndia e ka bërë Zot e Krisht. Kur ata i dëgjuan këto gjëra, u të shpua zemra e tyre dhe pyeten Pietrin dhe apostujt: Burra vëllezër, ç'duhet bëjmë? Atëherë Pietri u tha atyre: Pendohuni dhe secili nga ju le të pagëzohet në emër të Jezu Krishtit për faljen e mëkateve dhe ju do të merrni dhuratën e frymës së shenjtë. Sepse premtimi është për ju dhe për bijtë tuaj dhe për të gjithë ata që janë larg, për ata që Zoti, Perëndia ynë do t'i tharras. Dhe me shumë fjalë të tjera, po dëshmonte dhe i nxiste duke thënë: Shpëtohuni nga ky brez i çoroditur. Dhe ata që e pranuan fjalën e tij me gëzim u pagëzuan. Atë ditë u shtuan rreth 3000 shpirtra. Por ata ishin ngulmues në mësimin e apostujve dhe në bashkësi dhe në thyerjen e bukës dhe në lutjet. Edhe çdo shpirti i hyri frika dhe shumë mrekullira u bëheshin nëpërmjet apostujve. Por gjithë ata që besonin ishin bashk dhe i kishin çdo gjë të përbashkët. Dhe i shistin pronat e pasurit dhe u andanin të gjithëve sipas nevojës së secilit. Dhe ngulmonin me një mendje të vetme çdo ditë në tempull dhe duke thyer bukën nga shtëpia në shtëpi, merrnin ushqimin me ngazëllim dhe me thjeshtësi zemre, duke lavdëruar Perëndin dhe duke pasur hir përpara gjithë popullit. Dhe Zoti i shtonte kishës çdo ditë ata që ishin shpëtuar. Jeremia, kapitulli 11. Kjo është fjala që u drejtua Jeremias nga ana e Zotit duke thënë: Dëgjoni fjalët e kësaj beslidhjeje dhe foluni njerëzve të Judës dhe banorëve të Jeruzalemit. U thuaj atyre: Kështu thot Zoti, Perëndia e Izraelit: I mallkuar qoftë ai njeri që nuk dëgjon fjalët e kësaj beslidhjeje. Që unë urdhërova etërve tuaj ditën që i nxora nga Egjipti, nga furra prej hekurit duke thënë: Dëgjoni zërin tim dhe i bëni këto gjëra në bazë të atyre që ju urdhëroj, atëherë ju do të jeni populli im dhe unë do të jem Perëndia juaj, me qëllim që unë të mund të plotësoj betimin që u kam bërë etërve tuaj, t'u jap atyre një vend ku të rrjedh qumësh dhe mjalt, ashtu si po ndodh sot. Unë u përgjigja dhe thash: Kështu qoftë o Zot. Atëherë Zoti më tha: Shpalli tërë këto fjalë në qytetet e Judës dhe nëpër rrugët e Jeruzalemit duke thënë: Dëgjoni fjalët e kësaj beslidhjeje dhe zbatojini në praktik, sepse i kam nxitur me ngul metrit tuaj që nga dita që i nxora nga vendi i Egjiptit e deri më sot, i kam nxitur me urgjencë duke thënë: Dëgjoni zërin tim. Por ata nuk e dëgjuan, as i vun veshin, por secili eci sipas kryenëqësisë së zemrës së keqe të tij. Prandaj unë do të bëj që të goditen nga të gjitha gjërat e përmendura në këtë beslidhje, për të cilat kisha urdhëruar t'i respektonin, por që ata nuk i respektuan. Pastaj Zoti më tha: U zbulua një komplot midis njerëzve të Judës dhe midis banorëve të Jeruzalemit.
janë kthyer në paullësitë e etërve të tyre të lashtë, të cilët nuk pranuan të dëgjojnë fjalët e mia dhe u shkuan pas perëndive të tjera për të shërbyer. Shtëpia e Izraelit dhe shtëpia e Judës kanë shkelur beslidhjen që unë kisha lidhur me etrit e tyre. Prandaj kështu thot Zoti, ja unë do të sjell mbi ta një gjëm, nga e cila nuk do të mund të shpëtojnë. Ata do të klithin, por unë nuk do t'i dëgjoj. Atëherë qytetet e Judës dhe banorët e Jeruzalemit do të shkojnë të klithin perëndive të cilave u kanë djegur temjan, por këta nuk do t'i shpëtojnë në kohën e gjëmës së tyre. Sepse o Jud, perënditë tua janë të shumta si qytetet e tua dhe altarët që keni ngritur për atë gjë të turpshme, altarët për t'i djegur temjan Balit janë të shumtë si rrugët e Jeruzalemit. Prandaj mos u lut për këtë popull dhe mos ngri për ta asnjë brit malutje, sepse unë nuk do t'i kënaq kur do të më klithin mua për fatkeqësinë e tyre. Çfarë bën i dashurim në tempullin tim, kur ka kryer shumë veprime të kopshme? A do të mundin misha dhe shenjtëruar të largojnë prej tyre ligësinë tënde me qëllim që ti të mund të gëzohesh? Zoti të kishte thirrur me emrin ulli i gjelbëruar i bukur me fryte të shijshme. Në zhurmën e një rromoje të madhe, ai do t'i vërë zjarr dhe degët e tij do të shkatërrohen. Zoti i ushtrive që të kishte mbjell ka dekretuar fatkeqësinë kundër teje për shkak të ligësisë sate në dëm të vetë shtëpisë së Izraelit dhe të shtëpisë së Judës, duke provokuar zemërimin tim dhe duke i djegur temjan Balit. Zoti më bëri të ditur dhe unë e mësova, atëherë ti më tregove veprimet e tyre. Unë isha si një qen gjibut që e çoi në thertore dhe nuk dija që kur disnin intriga kundër meje duke thënë, të shkatërrojmë drurin bashkë me frytin e tij dhe ta zhdukim nga toka e gjallëve me qëllim që emri i tij të mos kujtohet më. Por, o Zoti i ushtrive, gjykatësi drejt që shqyrton mendjen dhe zemrën, tregom hakmarrjen tënde mbi ta, sepse unë të bëra të njohur çështjen time. Prandaj kështu thot Zoti për sa u përket njerëzve të Anathothit që kërkojnë jetën tënde duke thënë, mos bëj profecia në emër të Zotit që të mos vdesësh nga dora jon. Kështu pra thot Zoti i ushtrive, ja unë do t'i dënoj, të rinj do të vdesin nga shpata, bitë e tyre dhe bijat e tyre do të vdesin nga uria. Nuk ka për të mbetur asnjë prej tyre, sepse unë do të sjell një gjë mbi njerëzit e Anathothit në vitin e ndërshkimit të tyre. Mateo, kapitulli 25. Atëherë mbretëria e qiejve do t'u ngjajë 10 virgjëreshave, të cilat i morën llampat e tyre dhe i dolën para dhëndrit. Por 5 nga ato ishin të mençura dhe 5 budallaçka. Ato që ishin budallaçka, kur morën llampat e tyre, nuk morën me vete vaj. Kurse të mençurat, bashkë me llampat e tyre, morën edhe vajin në enet e tyre. Por duke qenë se dhëndri po vononte, dremitën të gjitha dhe i zuri gjumi. Por aty nga mesnata u dëgjua një britëm. Ja, po vjen dhëndri, i dilni para. Atëherë të gjitha ato virgjëreshat u ngritën dhe stëlisën llampat e tyre. Por budallaçkat u thanë të mençurave, na jepni nga vaji juaj, sepse llampat tona po na fiken. Por të mençurat duke u përgjigjur thanë, jo, se mos nuk mjafton për ne dhe për ju. Më mirë shkoni te tregtarët dhe blini vetë. Por kur ato shkuan ta blejnë, erdhi dhëndri, dhe ato që ishin gati hynë bashkë me të në dasëm dhe dera u mbyll. Por më pas erdhen edhe virgjëreshat e tjera duke thënë, Zot, Zot, hapna. Por ai duke u përgjigjur tha, në të vërtet po ju them se nuk ju njoh. Rrini zgjuar pra, sepse nuk e dini as ditën as orën në të cilën vjen biri i njeriut. Sepse mbretëria e qiejve është si një njeri që kur po nisej për në vend të huaj, i thirri shërbëtorët e tij dhe u besoi pasuritë e veta. Dhe njërit i dha 5 talenta, dhe tjetrit 2 dhe një tjetri 1, secilit sipas zotësisë së tij, dhe fill u nis për në vend të huaj. Por ai që kishte marrë të 5 talentat shkoi dhe tregtoi me to dhe fitoi 5 talenta të tjerë. Po ashtu edhe ai që kishte marrë 2 talenta fitoi edhe 2 të tjerë. Por ai që kishte marrë 1 shkoi, hapi një grop në dhe e fshehu paranë e Zotit të vet. Por mbas një kohe të gjatë, u kthye i Zoti atyre shërbëtorëve dhe i bëri llogarit me ta. Dhe ai që kishte marrë të 5 talentat, erdhi dhe i solli 5 të tjera duke thënë, Zot, ti më besove 5 talenta. Ja, me ato fitova 5 talenta të tjerë. Dhe i Zoti i tha, të lumt shërbëtor i mirë dhe besnik. Ishe besnik mbi pak gjëra, unë do të vë mbi shumë gjëra. Hyr në gëzimin e Zotit tënd. Por erdhi edhe ai që kishte marrë të 2 talentat dhe tha, Zot, ti më besove 2 talenta. Ja, me ato fitova 2 talenta të tjerë. I Zoti i tha, të lumt shërbëtor i mirë dhe besnik.
u tregove besnik mbi pak gjëra, unë do të vë mbi shumë gjëra. Hyr në gëzimin e Zotit tënd. Po kështu erdhi edhe ai që kishte marrë vetëm një talent dhe tha: Zot, e dija se je njëri i ashpër, që korr ku nuk ke mbjell dhe mbledh ku nuk ke shpërndar. Dhe pata frikë, dhe shkova dhe e fsheha talentin tënd në tokë. Ja ku e ke tëndin. Dhe i Zoti duke u përgjigjur i tha: Shërbëtori i lig dhe përtac. Ti e dije se unë korr atje ku nuk kam mbjell dhe mbledh aty ku nuk kam shpërndar. Ti duhet ta kishe vënë paranë time te këmbyesit e parave dhe kështu në kthimin tim do ta kisha marrë timin me interes. Ja merrni pra këtij talentin dhe ja jepni atij që ka 10 talenta. Sepse atij që ka do t'i jepet dhe do t'i teprojë, por atij që nuk ka do t'i merret edhe ajo që ka. Dhe shërbëtorin e pavler hidheni në errësirën e jashtme. Atje do të jetë qara dhe kërcëllim dhëmbësh. Dhe kur të vi biri i njeriut në lavdinë e tij, dhe gjithë ëngjët e shenjtë bashkë me të, atëherë do të ulet mbi fronin e lavdisë së vet, dhe të gjitha kombet do të mblidhen para tij. Dhe ai do t'i ndajë njërin nga tjetri ashtu si ndan bariu delet nga cjept. Dhe delet do t'i vërë në të djathtën e tij dhe cjept në të majt. Atëherë mbreti do t'u thotë atyre që do të jenë në të djathtën e tij: Ejani, të bekuar të atit tim, trashëgoni mbretërinë që u bë gati për ju që nga themelimi i botës. Sepse pata uri dhe më dhat për të ngrënë. Pata etje dhe më dhat për të pirë. Isha i huaj dhe më pritët. Isha i zhveshur dhe më veshët. Isha i sëmur dhe ju më vizituat. Isha në burg dhe erdhët tek unë. Atëherë të drejtët do t'i përgjigjen duke thënë: Zot, kur të pam të uritur dhe të dham për të ngrënë, ose të etur dhe të dham për të pirë, dhe kur të pam të huaj dhe të pritëm, ose të zhveshur dhe të veshëm, dhe kur të pam të sëmur ose në burg dhe erdhëm te ti. Dhe mbreti duke ju përgjigjur do t'ju thotë: Në të vërtetë po ju them, por aq sa ja keni bërë këtë ndonjërit prej këtyre vëllezërve të mi më të vegjël, ma keni bërë mua. Atëherë do t'u thotë edhe atyre që do të jenë në të majt: Largohuni nga unë të mallkuar, në zjarr të përjetshëm, të përgatitur për djallin dhe ëngjët e tij, sepse pata uri dhe nuk më dhat për të ngrënë, pata etje dhe nuk më dhat për të pirë, isha i huaj dhe nuk më pritet, i zhveshur dhe nuk më veshët, i sëmur dhe në burg dhe nuk erdhët të më shihni. Atëherë, edhe ata do t'i përgjigjen duke thënë: Zot, kur të pam të uritur ose të etur, ose të huaj, ose të zhveshur, ose të sëmur ose në burg dhe nuk të shërbyem. Atëherë do t'u përgjigjet atyre duke thënë: Në të vërtetë po ju them, por aq sa nuk ja keni bërë këtë ndonjërit prej këtyre më të vegjëlve, nuk ma keni bërë as mua. Dhe ata do të shkojnë në mundim të përjetshëm dhe të drejtët në jetën e përjetshme.